Njëritë nxënëse në fizikë për klasën e 6 është testi i tretë, që na bën të mundur të dimë sa kemi mbajtur mend nga fizika e klasës së 6. Pyetja e parë është forca si madhësi fizike. Do të përmendim këtë madhësi fizike, cila është simboli i saj, njësia ndërkombëtare dhe llojet e forcave të cilat i hasim gjatë jetës së përditshme. Pyetja e dytë, shembuj të veprimit të forcës. Këtu do të folni për disa shembuj se si vepron forca mbi trupa, si u andron atyre shpejtësinë duke u arritur apo zvogëluar, si u andron drejtimin lëvizjes së trupave kur forca vepron mbi ta. Pastaj mund të jepni shembuj të tjerë të veprimit të forcës kur ajo i deformon trupat, me çka matet forca, pra instrumenti me cilën matet forca, e kështu me radhë. Pyetjen e tretë, keni peshën e trupit. Pra, do të flasim për peshën e trupit, dhe pyetja e katër është rënja e lirë e trupave. Rënja e lirë e trupave, ndërkaq pyetja e pestë është një mënyrë se si shndërrohet masa në peshë dhe pesha në masë. Me këto 5 pyetje, ju do të arrini të bëni një përsëritje të kapitullit të tretë të klasës së 6, veprimi ndërmjet trupave, forca. Pra, forca zhvendos dhe i deformon trupat, cilat janë llojet e forcave, pesha e trupit, rënja e lirë e trupave, si shndërrohet masa në peshë dhe anasjelltat. Këto janë 5 pyetjet e këtij testi të tretë, të cilat ju do të përpiqeni që të jepni përgjigje për secilën nga ato, ndërkaq ne sigurisht se pas saj do të përgatitim edhe përgjigjet në këto pyetje të këtij testi të tretë të juaj në klasën e 6 që keni pasur në kapitullin e tretë. Do të përgjigjemi në pyetjen e parë, forca si madhësi fizike. Pra, pyetja e parë është forca si madhësi fizike. Forca si madhësi fizike simbolikisht shënohet me shkronjën e madhe të shtypit F, ndërkaq njësia ndërkombëtare e forcës është Newtoni. Newtoni, pra, është njësi ndërkombëtare e forcës, ndërkaq Newtoni është një fizicient i cili ka lindur në vitin 1642 dhe jetuar deri në vitin 1727. Kemi thënë se ai ka qenë një fizikan dhe matematikan gjenial, anglez, ka bërë shumë zbulime në fizikë dhe matematikë, e përnder të tij njësia e forcës quhet Newton, e simboli i Newtonit është shkronja e madhe e shtypit N. Sigurisht se ekzistojnë edhe shumë fisha të Newtonit, që janë kilo Newtoni, që 1 kilo Newton i ka 1000 Newtona. Pastaj mund të kemi edhe shumë fisha të tjerë, si mega Newtoni, që i ka 10 në të 6 Newton, apo 1 milion Newtona, e kështu me radhë. Në jetën e përditshme mund të hasim lloje të ndryshme të forcave, si për shembull forca e muskujve, me të cilën ne përdorim që të ngritim një trup në një lartësi të caktuar, apo duke vepruar forca ne mund ta zhvendosim trupin përgjatë një vije të drejtë apo nëpër tokë. Po ashtu ekzistojnë edhe lloje tjera të forcave, si për shembull forca magnetike,
në qovë se kemi dy magnet që e dim se ata kanë polin e jugut dhe të veriut. Poli i veriut shënohet me N, ndërka që i jugut shënohet me S. Dhe nëse kemi po ashtu një magnet tjetër, i cili po ashtu ka dy pole, polin veri dhe jug, atër në qovë se magnetet janë afru me pole të kundërta, ne dim se ata do të tërhiqen në mes veti. Pra jug veri tërhiqen në mes veti. E në qovë se magnetet kanë pole të njëjta veri, ndërka që në anën tjetër kanë jugun, edhe këtë tjetëri veri jug, atëherë këta dy magnet do të shtyhen apo do të refuzohen në mes veti. Ekzistojnë edhe forca të tjera, si forca e gravitetit të tokës, në të cilën toka i tërheq të gjithë trupat, dhe po ashtu ekziston edhe forcë elektrike, e cila bën lëvizjen e elektronëve duke shkaktuar edhe rrymën elektrike. Me forcë mund edhe të deformohen trupat. Ekzistojnë trupa të cilët edhe thehen kur mbi ta vepron forca. Pyetjen e dytë e kemi shembuj të veprimit të forcës. Në qovë se forca vepron mbi trupa të tjerë, atëherë mund të themi se atyre u andron drejtimin, apo mund të androj edhe shpejtësinë e lëvizjes. Për shembull, në qovë se me forcë kemi godit topin, atëherë ai do të ketë një forcë të lëvizjes, por në qovë se në anën tjetër është një lojtar tjetër, i cili synon që topin ta ndalë, atëherë ai mund t'i androj shpejtësinë e lëvizjes duke ia zvogëluar atë shpejtësi. Po gjithashtu forca mund të ndikoj edhe në ndrimin e drejtimit të lëvizjes. Në qovë se marrim shembull prap topin, ku një lojtar ka godit topin me forcë, por këtu është lojtari tjetër i cili nuk dëshiron që topi të shkojë në drejtim të njëjtë, atëherë ai mund t'i ndroj drejtimin e lëvizjes dhe trupi do të ketë tani një drejtim tjetër të lëvizjes. Por gjithashtu edhe mbi trup mund të veprojnë njëkohësisht disa forca. Në qovë se një forcë vepron në trup, atëherë gjithsesi në kohë të njëjtë edhe trupi do të kundërveprojë në atë forcë. Për shembull, në qovë se ne kemi godit murin, muri a do të na godas neve? Është pyetje të cilën duhet të dim të japim përgjigje. Pra kujdes, kur ne goditim murin me forcë, për shembull, të muskujve të dorës, atëherë a do të na godas edhe neve në të njëjtën kohë muri? Përgjigja do të jetë po. E si dim që ka goditur edhe muri dorën tonë, është rezultati se dora na vem kur ne kemi godit murin. Pra, në qovë se vepron një forcë mbi një trup tjetër, atëherë gjithsesi do të kundërveproj edhe një forcë tjetër, e cila forcë është e barabartë plotësisht me forcën tjetër, por vetëm kahet i kanë të kundërta. Dhe kjo njihet si ligji i tretë i Newtonit, të cilin do ta mësojmë më gjerësisht në klasët në vijim, e veprimi dhe kundërveprimi i forcave është një shembull tjetër i cili tregon se forcat veprojnë mes veti. Pyetja e tretë është pesha e trupave. Pra, do të flasim për peshën e trupave. Në fillim treguam se
ekziston dhe një forcë e gravitetit të tokës. Që trupat bien në tokë është rezultat i forcës së gravitetit të tokës, e cila i tërheq të gjithë trupat në sipërfaqen e saj, e pastaj trupat kur janë në sipërfaqen e saj, edhe më tutje i tërheq që synon të sjellë në qendër. Dhe forca e tillë njihet forcë e gravitetit, që ndryshe kjo forcë shënohet me shkronjën e madhe të shtypit G, dhe njëherët është peshë e trupit. Pra, forca e gravitetit është forca me të cilën toka i tërheq të gjithë trupat kaq qendra e vet, dhe kjo forcë sigurisht se zvoglohet me rritjen e largësisë apo me rritjen e lartësisë. Dhe gjithashtu edhe në sipërfaqen e tokës, kjo forcë nuk është gjithmonë e njëjtë, por forcën e gravitetit të tokës në nivelin e juaj të njohurive që keni arrit, gjithnjë e marrim të njëjtë dhe themi se është 10 Newton për kilogram. Gjithmonë në detyrat e juaja për klasën e 6 kemi marrë se forca e gravitetit është 10 Newton për kilogram. Se pse bien trupat në tokë? I pari që përgjigjet në mënyrë shkencore që deri tani e njohëm është Newtoni, i cili thotë se është një forcë e cila i tërheq të gjithë trupat, ajo forcë e tokës quhet edhe gravitet i tokës. Forca e tillë njihet si forcë e rëndesës. Po pse trupat kanë peshë? Trupi i rënd ka masë më të madhe, kurse trupi i lehtë ka masë më të vogël. Forca prej 1 Newtoni është ajo forcë me të cilën toka tërheq trupin me masë prej 100 gramve. Forca e rëndesës vepron në vetë trupin, kurse pesha e trupave vepron në mbështetësen ose pikën e varjes së trupit. Pra, ju duhet të kuptoni dallimin në mes të forcës së rëndesës dhe peshës së trupave, sepse ato të dyja kanë të njëjtën vlerë numerike, si forca e rëndesës së një trupi, si pesha e atij trupi. Por pesha e trupave vepron në pikën mbështetëse apo në pikën e varjes së një trupi. Përndryshe, në qovë se nuk ekziston pika në të cilën mbështetet trupi, atëherë e dim se trupi do të bie në sipërfaqen e tokës. Tani do të vazhdojmë me përgjigjen e pyetjes së 4, rënja e lirë e trupave. Për rënjen e lirë të trupave, sigurisht se në mënyrë shkencore ka folë edhe Newtoni. Newtoni thotë se toka të gjithë trupat i tërheq njësoj. Por sa mund ta kuptojmë ne se kjo është e vërtetë? Pra, si mund të demonstrojmë se toka të gjithë trupat i tërheq njësoj? Kur ne dim se nëse i lshojmë dy trupa nga një lartësi, një trup me masë më të madhe dhe trupin tjetër me masë më të vogël, i shohim se trupi me masë më të madhe do të bjen më shpejt, ndërkaq trupi me masë më të vogël bjen më ngadalë në sipërfaqen e tokës. Dhe në anën tjetër, po themi se toka i tërheq të gjithë trupat njësoj. Një shembull tjetër të cilin mund ta marrim është, le të supozojmë se kemi marrë një fletë dhe atë do ta ndajmë përgjysmë. Atëherë do të kemi dy masa të letrës, masën M1 dhe masën M2, që parapërsisht themi se M1 është i barabartë me M2. Tani, në qovë se dy copëzat e letrës
i lëshojmë për kohë të njëjtë, ato parafërsisht në tokë do të bien për kohë të njëjtë. Por, në qovë se tani i marrim nga toka të dyja të fletë, dhe njërën nga to do të ndrydhim, pra duke e formuar një letër të ndrydhur në këtë formë, dhe letrën tjetër do të lëm ashtu si qeshte. Edhe në këtë rast, M1 do t'jeti barabart me M2. Po sa të lëshojmë këto dy letra, të cilat kanë masë të njëjtë, do të shohim se letra ndrydhur shumë më shpejt do të bie në sipërfaqen e tokës, derisa më ngadalë do të lëshohet letra tjetër e cila po ashtu ka të njëjtën masë. Kjo na sjell deri te një konfuzion tash, që duhet ta kuptojmë se dy trupa me masa të njëjta nuk bien për kohë të njëjtë në sipërfaqen e tokës. Në rastin tjetër, thamë se të dy trupat, letrat me formë të njëjtë ranë në sipërfaqen e tokës njësoj. Për këtë përgjigjet i jep edhe Isaac Newtoni me anë të gypave, apo me anë të gypit të qelqit, ku në një gyp të qelqit vendos dy trupa me masa të papërfillshme në mes veti, një sferë metalike dhe një pendel. Dhe kur i lëshon ato të dyja, sfera shumë më shpejt do të bie në fundin e cilindrit e më ngadalë do të shkoj pendja. Por në qovë se e heqim ajrin nga ky gyp i qelqit dhe i lëshojmë prap të dy trupat për kohë të njëjtë sferën e metalit dhe pendelin, atëherë do të shohim se të dy këta trupa do të kalojnë në pjesën tjetër të gypit për kohë të njëjtë. Kjo tregon se toka i tërheq të gjithë trupat njësoj. Ndërkaq, thamë se forca e gravitetit ka vlerën 10 Newton për kilogram, e që sigurisht se kjo nuk është sakt për të gjitha pikat në sipërfaqen e tokës, por në klasët në vijim do të kemi të flasim edhe për ato vlera të cilat dallojnë pak, por nuk janë saktësisht 10. Pyetja 5. Si shndrohet masa në peshë e pesha në masë? Pra, këtu do t'japim disa shembuj demonstrues. Në qovë se kemi peshën të barabart me 10 Newton për kilogram, dhe dëshirojmë që atë peshë të trupit ta shndrojmë në masë. Pesha është e barabart me masën herë 10 Newton për kilogram. Në qovë se kemi një trup që ka masën 2 kilogram, atëherë do t'jetë pesha barabart me masën herë 10 Newton fyë për kilogram. Masa është 2 kilogram herë 10 Newton fyë për kilogram. Kilogram e kilogram thjeshtohet, 2 herë 10 është 20 Newton. Thamë se pesha është në njësi Newton, për shkak se forca ka njësi Newton, ndërkaq pesha është një lloj i forcës. Por kemi edhe anasjelltas. Peshën ta shndrojmë në masë. Në qovë se pesha është 50 Newton, atëherë formula me të cilën e përcaktojmë peshën e trupit është masa herë 10 Newton fyë për kilogram. Në këtë rast ne kemi të gjejmë masën. Për gjetë formulën e masës, ne do të pjestojmë me 10 Newton fyë për kilogram dhe do të kemi pesha fyë për 10 Newton fyë për kilogram e barabart me masën herë 10 Newton fyë për kilogram fyë për 10 Newton fyë për kilogram. Krejt kjo thjeshtohet për nga rrjedh. Masa e trupit është pesha fyë për 10 Newton fyë për kilogram. Kur të vërtetohet kjo formulë,
njësia duhet të del kilogram. Njësia e peshës është newton, njësien poshtë kemi newton thyë për kilogram. Kjo është një thyëse dyfisht, 16 me 16 newton herë kilogram, thyë për newton herë 1, newton me newton thjeshtohet, kilogram thyë për 1 është kilogram. Dhe tani kemi të shndrojmë peshën në kilogram, ku thama e peshë është 50 newton, zëvendësojmë 50 newton, thyë për 10 newton thyë për kilogram, thjeshtojmë 0 me 0, 5 pjesëtu për 1 është 5, newton thyë për kilogram, thomë se është kilogram. Kështu që një peshë e trupit për 50 newtonove, e shprehur në kilogram është 5. Pra 5 kilogram janë 50 newton.